Gjykata sakton masa për 23 të arrestuarit nga policia, të cilët dyshohen se kanë mundësuar përfitim të së drejtës për përkujdesje nga të tjerët dhe të drejtën e pensioneve invalidore. Gjykata themelore penale në Shkup ka urdhëruar paraburgim, arrest shtëpiak dhe masa paraprake. 9 personave u është caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh, 5 personave i u caktua masa e arrestit shtëpiak, ndërsa 9 personave i u caktua masa paraprake, përkatësisht detyrimi që i akuzuarit të paraqitet në gjykat ose te personi i autorizuar zyrtar dhe sekuestrimi i përkohshëm i dokumentit të udhëtimit dhe ndalimi i lëshimit të një të riu. Një person vazhdon të mbetet i pakapshëm për organet e rendit. Këta persona janë pjesë e 49 personave ndaj të cilëve prokuroria ka nisur hetim, me syre mjek dhe antar komisioni që jepnin dokumente false për ndihmë sociale për të sëmurët. Ata janë të dyshuar për shumë vepra penale, për keqpërdorim të miratimit të kushteve për përfitim të ndihmës financiare për kujdes ndaj një personi tjetër dhe ndihmë të personave me penkesa dhe pamundësi për të jetuar në mënyrë të pavarur. Dje u kryen pastisje në disa lokasione në Shkup, Veles, Tetov dhe Gostivar, me që rast u ndaluan 23 persona. Ta akuzuarit dyshohet se kanë përfituar në mënyrë të paligjshme përfitime pasurore për vete dhe për persona të tjerë me të cilat veprime të kundërligjshme kanë shkaktuar dëme në buxhetin dhe fondet e shtetit.